Tao çfarë tha atje, që është interesante. E vërteta është që në stadiumin e Leskovsit, i mbushur me ultranacionalistë të përzgjedhur nga Vučići, për t'u dhënë zemër lojtarëve të vet, ka shpërthyer me histeri, thirrjet Sali Berisha. Vetëm që të motivonin lojtarët kundër ekipit kombëtar. E çfarë thoshte ai? Ajo dëgjuat ju keqardhjen e Serbët na fyerin ne duke na thënë Sali Berisha. I shifni ju çfarë vasalësh janë këta? Ta o thot në parlament se Serbët na fyerin ne duke na quajtur Sali Berisha. I kupton çfarë sklerësh janë këta? Qenje të shpërftyruara. Në fakt ne shka u fitue. Dhe për herë të parë Serbia humbi. Mori atë që meritoi në tokën e vet. Ai slogan, në vend se të motivonte ekipin, motivoi kundërshtarët. Dhe aty morë një disfat të turpshme. Le që ishin fare dopt njerëz. Ishte një ekip ndër më të dopt që kisha, nuk shifej në fush. Këto kisha.